Një udhtim në jetën e regjisorit Kristaq Mitro sjell dokumentari Cinema is Magic, që do të shfaqet nesër në orën 19 në Kinema Millennium në Tiranë. Filmi shfaqet premier në 80 vjetorin e lindjes së artistit. Dokumentari Toka e premtuar nga Qendri Mriani do të shfaqet te Qendra e Artit Agimi nesër në orën 18. Filmi trajton një aspekt më pak të njohur të dëbimit të ebrejve nga Shkupi në mars të vitit 1943, ku me ndihmën e shqiptarëve nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria shpëtohet një numër i madh ebrejsh. Vijon të mbahet në Tiranë edicioni i dytë i Festivalit të Letërsisë Europiane. Aktivitetet do të vijojnë deri më 6 dhjetor me maraton leximesh, bisedash e të tjerë me autor nga Europa në disa pika të qytetit. Humor, muzikë dhe artist nga e gjithë treva shqiptare do të bëhen bashkë në Teatrin Migjeni në Shkodër në Festivalin Barkombëtar të Humorit, që do të ngrejë siparin sot në orën 19 për të vijuar deri më 8 dhjetor. Art Gala Berat është ekspozita që do të çelet në Galerinë Eduard Lir në Berat nesër në orën 18. Hamlet është shfaqja me regji nga Jonida Beqo, që do të vi premier në Teatrin Metropol mbrëmjen e sotme në orën 19 e do të shfaqet edhe mbrëmjen e nesërme. Interpretojnë Amu Zaharia, Kosovare Krasniqi, Viktor Zhusti, Ylka Mujo, Sokoul Angjeli, Armela Demaj e të tjerë. E martuar me një të panjohur është shfaqja që do të ngjitet në skenën e teatrit Zini Sako në Gjirokastër sot, nesër dhe në 6 dhjetor në orën 18. Deti Thell Blu me autor Terence Rattigan dhe regji nga Rovena Lule do të vijojë të shfaqet në skenën e teatrit kombëtar Pranar Turbinës, edhe sonte dhe nesër në orën 20. Shumë pak vrasës me regji nga Rozi Kostani është shfaqja që do të vijojë të ngjitet në skenën e teatrit Skampan Elbasan mbrëmjen e sotme dhe nesër në orën 19.